Nuk kanë fund skandalet dhe bëmat me sigurinë ushqimore në vend. Një muaj pas helmimit të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë, ka ndodhur e njëjta situatë. Një natë më parë, 60 studentë kanë përfunduar në urgjencë me shenja të forta helmimi dhe gishti është drejtuar sërish tek Sori AL në pronësinë e Nikolin Jakës, transferuar formalisht te bashkëshortja e tij Alma Tafani, e më pas tek Vjerra. Skandali merr përmasa të mëdha pasi në fund të majit ndodhi një rast identik dhe kompania ja hodhi paq. Fillimisht AKU e bllokoi dhe e gjobiti, teksa prokuroria nisi edhe hetimet, por bllokimi zgjati vetëm 5 ditë. Nga ana tjetër, edhe prokuroria nuk arriti në një përfundim dhe të gjithë ja hodhën paq. Po si ka mundësi që kjo kompani nuk preket nga institucionet, pasi në vend që të ushqejë shëndetshëm studentët, i helmon? Kjo pasi është hera e 4 e raportuar. Ka edhe raste të tjera të paraportuara. Rasti i parë është helmimi i 63 studentëve të policisë më 18 maj 2015. Ky helmim u tentua të mbajë fsheht nëpërmjet çeqeve të biznesmenit Nikolin Jaka, dhënë drejtuesve, por u zbulua kur gjendja e studentëve u rëndua dhe ata u dërguan në qendrën spitalore Nën Tereza, Tiranë. Rasti i dytë është helmimi i 30 studentëve të policisë më 3 mars 2021, kur përsëri drejtuesit e Akademisë së Policisë në pazar me biznesmenin Nikolin Jaka tentuan ta mbanin të fshehtë, por gjendja e studentëve u rëndua dhe ata u dërguan në qendrën spitalore Nën Tereza, Tiranë. Rasti i tretë po në Akademinë e Policisë është helmimi i 56 studentëve më 6 maj 2026, të cilin drejtuesit e Akademisë tentuan ta fshihnin, por ngjarja u zbulua pasi studentët përfunduan përsëri në spital dhe rasti i djeshëm e çon në 4 numrin e helmimeve. Në të gjitha rastet, ushqimet nga të cilat janë helmuar studentët e policisë janë përgatitur dhe furnizuar nga kompania Sori AL e burgaxhiut të tenderve Nikolin Jaka, ndërsa drejtuesit e Akademisë së Policisë, të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe të Ministrisë së Brendshme i kanë lënë monopolin e furnizimit me ushqime. Skandali tjetër është se në maj u arrestuan 2 punonjës të kompanisë Sori AL dhe u shpall në kërkim administratorja Alma Tafani. Tafani jo vetëm që nuk u arrestua, por vijon të helmoj studentët. Skandali bëhet edhe më i rëndë sepse kjo kompani gatuan edhe për shumë institucione të tjera, përfshirë edhe kopshte dhe çerdhe.